Në këtë ditë të shtunë, në një mot me shi vetë na bën reflektiv mu këtu në qendrën Bogdani Polis pranë katedrales në Prishtinë për të kujtuar dy personalitetet të shquara të jetës fetare, kulturore dhe shoqërore e kombëtare të Kosovës. Sot po I përkujtojmë dy personalitete historike që I përkasin historisë shpirtërore, qytetare dhe politike të vendit tonë. Imzot Nik Frelen në 30 vjetorin e kalimit të tij nëmshëm dhe Imzot Mark Sopin në 20 vjetorin e kalimit të tij nëmshëm. Këta dy burra nuk ishin thjesht udhëheqës fetar. Ata ishin bartës të një etike të lartë publike, përfaqësues të një morali të rrallë qytetar dhe dëshmitar të një kohe kur e drejta, liria dhe digniteti njerëzor nuk ishin fare të garantuara, por përkundrazi duhej të mbroheshin çdo ditë, shpesh në rrethana të jashtëzakonshme rreziku. Në vazhdën e kremtimit më kanë kërkuar të them edhe disa fjalë në hyrjet e akademisë, këndej Julius që të keni mirë kuptimin, pasi që edhe fjala ime është si vazhdim I asaj çfarë ju më thanën në katedrale atyre që ishin. Ne pra në frymën e lutjes dhe besimit kujtojmë barin tanë të cilët kanë kaluar në amshim, Imzot Mark Sopin dhe Nik Frelen. Ata sigur barin janë udhëheqës shpirtëror e barit e grigjës hyut në kishën tonë. Dhe çdo bari I ka 3 përgjegjësi bazike. E ka përgjegjësinë apostolike, të ruaj zemrat e besimtarëve në dashuri dhe në besim, të ruaj paprekshmërinë e besimit, qëndrueshmërinë e beslidhjes së pakëzimit dhe të kryej veprën mesianike të Krishtit në botë në tërësinë e kuptimit të saj. Do të mundohem të jem sa më I shkurt, por vetëm me 2 gjëra nga jeta e tyre. Që të dy janë emnu dhe kanë ardhur si barit kësaj kishe në kohëna shumë të vështira. Monsignor Prela nga 68-a e deri në 96-ën që çdo njëri prej nesh I njohim ato periudha si kanë qenë e si janë zhvilluar. Dhe kisha dashur vetëm një thanje të Monsignor Preles publike që e ka thënë, ta citoj edhe kur ishim në 90-ën në Bishtazhin në festën e Zojës Rozare, ky publikisht pushtetit serb ja ban me dije dhe e thot publikisht: ja sam shqiptarski biskup, unë jam I peshvi I shqiptarëve, që aty për aty ja u ban me dije se ky popull nuk ka shpabari.